Podcast me Gjemi Agaj. Sonde me ne është Fisnik Konjufca, biznesmen, aktivist I komunitetit. Fisnik, mirë se erdhët në Albania Oda Podcast. Mirë se gjeta. Fisnik, ke një histori shumë interesante. Edhe privatisht e di që I kem folur shumë rreth kësaj historie. Ju jeni arë këtu në vitin 99, as luftës Kosovës. Ke qenë djalë I ri. Dikon 13 vjeç? 10 vjeç. 10. Po je burr shumë I ri. Na flet për atë periudhë tjetës, pse u bëre ai shtylla shtëpis, ai burri I shtëpis? Në radhë parë Gjemi, vitin 95, baba jem pësoj një sulm tru dhe është paralizu. Ti e din që atje kemi jetu bashkarisht edhe kemi pas mbështetje, po me ikjen nga Kosova e të ardhur në Kanada, dihet që ajo shtyll humbi edhe prandaj në supet e mia ra përgjegjësia e familjes me një farë mënyre. Edhe kështu filloi ime në Kanada. Në 99 kur erdhe ishe shumë I ri, thamë herë dhe djerë. Po, si e kujton atë kohë ndryshimin e luftën në Kosovë, se edhe djetë tjetri ka një memorie të mirë, besaj. Po. Si e kujton Kosovën të para se marrë? Kam fatin që kam memorien e qartë. Është fatmirësi tani, po si fëmijë nga njerë nuk është e mirë, se I përkujton jam një person që ndjej, edhe për një kohë gjatë pas që kemi arë këto, I kam kujtu thue se çdo ditë ato përjetimet e tona, po Kosovën e mbaj mend shumë mirë, edhe e kam dash shumë, edhe s'kam dash kur me lëshu, edhe me zër, thëm drejtën, më kanë qitë prej Kosove, se as me nxedhe prind më kanë bind me lëshu, se jam një njeri se që din me bindje të fort, edhe në qënë atë kohë, mendimi jem ka qenë që edhe 3 vjet, I bëj 13 vjet, bashka gjitë nau që kësë luftoj edhe mas luftës do të bëhem sos. Po ardhja jote këtu, si të kujtohet ato fillimet e para këtu, se është një ndryshim shumë I madh, sidomos për 10 vjeçar, plus nuk e pas qef me ardhur. Jo. Ka qenë I vështirë për arsye se ka marrë këtë fëmijë, është dasht me mësu me gjetë familjen, me forcu familjen, me gjetë se ku bëhen letrat e shëndetësisë, më regjistru në shkollë, e gjitha këto, kanë qenë të vështira, se makinë s'kemi pas, çdo gjë është dash me ba, me hec, me pyet shumë njerëz derisa kjo arte te caku. Ka qenë një vështirësi që gjatë përjetimit e kam përjetuar rënd, them drejtën. A mendon që të ka forcu ty kjo? Sigurisht. Se një është në rrethin shoqëror që je tip që I thojnë anglisht go getter, kështu. Je tip që kujtojnë mos shko ti, shkon. Të ka dhoni vetbesim ty kjo se për kujdese e vetëm ndaj babës, po të gjithë familjes, me thonë, je bë burri I shtëpisë më shumë të re. Po të ka rani barë një përgjithësi e tillë, të ka bë më të fortë, sigurisht. Sigurisht. Ka lënë pak me trauma, gjithsesi, po sigurisht, po imagjino kur që thojmë na kur s'ki çare pa e bë. Për shembull nëse e kemi di që një kish jep furniture të përdort për që na kanë du për shtëpi, me lyp ka qenë shumë vështirë për neve. A kupton? Kemi qenë një familje stabile në Kosovë. A kupton? Edhe me ardh këto ose me lyp ndim ndaj dikujt në atë aspekt,
Ka qenë shumë e vështirë. Po kurse ki pas qare, duhesh me bo. A kuptan? Edhe ma ka thyat barjerën. E ke kuptu mënyrat që duhet ndonjëherë edhe me lyp. Sigurisht. Po duhet me lyp mirë. Mirë. Me respekt edhe nuk është marrë me lyp. është. Në momentet caktuar tjetës. Sigurisht. Sepse në pyetje është konsolidimi i familjes këtë rast. Ti nuk o që ke lyp diçka veç për vete. Sigurisht. Po shkollë pastaj me anglisht si e konë? Ja patëm fillu në klas 5, në klas 5 të kemi lanë Kosovën. Patëm fillu me mësu anglisht, edhe fillova me kap shumë shpejt. Edhe kur erdha këto, prap, kam pas nevojë me përkthy. Nuk I pas rrugdalje tjetër për pas me mësu gjuhën. Se shumë takime për prindin e për familje me përkthy, kështu që më ka shty me mësu gjuhën shumë shpejt. Edhe fillova gradualisht me marrë guxim më shumë, me marrë vetë besim më shumë, se e patëm hub vetë besimin kur kemi ardhë prej Kosove. Ja filluam total nga zero, ja. Edhe psiqikisht, edhe moralisht, edhe në shumë aspekte tjetër, sigurisht. Shumë është tjetër, gjithë plot familjarë që jenë këtu që nuk e kam pas do është një mbështetje, edhe pse në atë kom kujtohet, shumë familje kam pas sponsor që thoi, njerë që ka ardhur kanë ndihmu, po ndryshe kur ke pas një familjar tonë që ka qenë këtu më herët. Sigurisht. U shko në kohë e vështire, kujtoj edhe unë se në atë kohë jo marrë, unë jo marrë vetëm, për jam darë djallë pak maj vjetër, se ti po s'tu me tregu, batës mësë me tregu me vjetër, kena po. Jo në shtu jo basi shumë. Fisnik, na thuaj gjatë rrugtimin tënë këtu, shkollimit, si e ke përjetu shkollimin ti këtu? Edhe shkollimin e kam kalu me një qikë vështirësi, se është dash me punu full time. Kur ke fillu me punu? Që nga mosha 12 vjetë. Dhe më një konë punë? Kam punu në weekends, sidomos, në weekends kam punu. Se këtu ligji dhët me 15 vjetë leo, sigurisht. Ti i këthonë i kom 15 vjetë? Shumë shqiptarë në London nuk jam veç unë, shumë shoqëria ime kemi punu në mosh 3. Vinte një autobus në 4:30 mëngjes. Na shpërndajke në për ferma, greenhouses, edhe kemi punu prej 7 deri në 5 shpesher. Natën dilshim, natën nuk theshëm. 7 mbrëmje? 7 mbrëmje. Se autobuse deri sa I shpërndajke gjithë punëtorët në për London. Si e kujton atë kozi? Po ishte knatësi për neve se shumë me keqë shoqnin, a kuptan. Në më kemi qenë para shumë, diko 10, 12, 13, 14, 15 vjetë. Nga njëherë unë kam qenë me trup I vogël, nuk doj keme marra I organizatorë që na qajte në firma, a kuptan. Edhe I kam dhanë zërë me punu ma shumë, që me ja dëshmu ati. Me ja dëshmu që ja vlenë me marra dhe mu. Po mirë më Fisnik, menon që të ka bo pak ma punëtore, ose të ka unë disiplin për punë, që ta respektosh punën, se shumë është e reja, jo. Të kuptohen që për ndëgjusit që ndëgjojnë, që normalisht që legalisht në kanal, sa është, 14-15 vjetë të fillet. 15 në fa. Po, 15, po ka mundësi që ikë me shok tjetër edhe me punu, është edhe do njerë, hajtë se këtë doke që I ka 15 vjetë fillon me punu. Ti e ke bo edhe nga dëshira që mos dash me shok, një, po edhe dyta ke qenë gjithmonë punëtor. Sigurisht. Edhe tjetra është që njerëzit, ka njerë familjen tonë e shifshin si të gjorë, a kuptan. Gjëna familja, Fisnikut, a kuptan. Edhe unë s'kam desht me që të arona ndjetësi që... Sigurisht, që t'jem gjëna, kam punu që familja jem mos t'jetë në atë pozitë. Edhe nuk I ke ndalë punës? As njerë. Pesa ke edhe në kinje shku diçka do biznisë, du mi folë shumë sene se u e di që e ke një restoran, po jo me restoran, me thonë një restoran, se ta është fjallë restoran gjithanej, po është një steakhouse,
që është në atë zonën, është një ndër restoranet më të mira, unë e kam pa për veti, mahnit kur e kam pa. Është në Chatham. A thash mirë emrin e qytetit? Chatham, me atë rëjën, it's not, si të po thënë këta, nuk është Ottawa, Orawa. Orawa, koshta e rëja nuk e di, po anglishtja është funny kërë, po është në qytetin Chatham që është në mes të Windsor dhe London, Ontario. Unë e kam pa, ai restoran është një restoran shumë i madh, është me një heritage building, duket një ndërtesë shumë e vjetër. Si erdhët ai restoran? Se ke pas edhe më herët punë. Si edhe me atë restoran? Them drejtën, 2 vjetë më para, e kom shitë restorantin tim që kisha në London. Ke pas një tjetër restoran? E kom pas një tjetër restoran. Në London, Ontario? Po, për 6 vjetë e gjysëm. Edhe desha me dalë prej, unë gjithherë kam pas qef politikën, them drejtën. Po dash me la nanash me punu, si që falem për rrugtimin tim. Po. Edhe gjithherë jam munu çfarë do që të bëj ta lidhi pak a shumë me politikë, po s'ka mujt asnjëherë. Edhe e shita restorantin që dal prej gastronomisë, prej qytetit London, po. Edhe merr një mundësi me shku në Kinë, me provu një biznes atje. Fail rate që thojnë këta në biznes është shumë e madhe, 99% që do të shtoja. Me dështu. Po, të paktën ai përqindje që është fitim, mund të ishte fitim i mirë, a kupton? Edhe ishte një sfidë që sikur që sot nganjëherë mendoj që më mirë është ta marrësh një hap, edhe nëse gabon, përmirësohesh se sa mirë pishman që se ki marrë atë hap. Kur. Do të pas guximin me provu gjatë. Sigurisht. Se edhe restorantin e parë kur e kam marrë, pronarin për cilin kam punu për 3 vjetë, kam të regu që jam të desh me ble biznes, më tha, qëfar din ti për biznes, nuk është atë letë sa menon, a kupton? Thash, une s'kam lind tu ecë, sot vrapoj, a kupton? E shof kështu rrugtimin e biznesit, në shqiptarët zakonisht kemi frikë prej dështimit, mendojmë që është fundi botës. Ma shumë është familjar që mos shken drast kalbon e këto, po besoj që na jemi guxim shumë kështu si popull. Shumë jemi. Sidomos biznes edhe derisa tjetri e mendon çka me bë, shqiptari ju ka fut. Unë e du këto, se i shoh shumë shqiptarë këtu janë suksesshëm. Shumë. Në biznese ndryshme, sidomos në ndërtimtari, që nuk është një fushë e lehtë në kuptimin e menaxhimit edhe të njohjeve të punëve, po ka plot shqiptarë edhe nga Shqipëria në Kosovë, po nga Maqedonia që janë shumë suksesshëm. Ky guximi jon më manit. Ti u shpesh i pyes, po si ja ke po, kam kurreshti ta di. Kjo është ajo që edhe besoj që ti e ke, që ju ke fut diçka që nuk është e lehtë. Sigurisht. Tash në fundit është secili zanat e ka mënyrën e vet. Gastronomia nuk është e lehtë në vetvete, sepse ka të bëjë shumë me customer service, me servis me publikun. Po ti u fute, po tregom atë momentin kur me atë pronarin, mbasi që punove, si erdhë që i bleva ti restoranin? Po, më tha dikush që është një restorant shitje, edhe unë kur nuk i tham një mundësi e tre jo. Nesër po të më thush që në Toronto është një mundësi për një biznes, përgjigja jeme automatike nuk është jo. Është, okej, dalim, flasim. A kupton? Edhe në fakt ishin 3 restoranta në atë krajin që ishin shitje, edhe thashone tregom të cili është i pari në radhitje. Edhe ishte ky restorant, ja kupton, edhe shkum për dark, më pëlqej veni, u dashurova me ambientin, momentin që kam hedh hapin e parë brenda. Edhe më thot ai zotëria tash të shkojmë te e dyta. Thash jo, tash do të flasim me pronarët. S'ka nevojë me shkuar te e dyta, te e treta. Edhe bisedua me ta. Nuk isha njohuri në atë, se është Italian restaurant, a kupton?
nuk isha një ori për atë si lloj restoranti, po kam bindje të madhe ndaj vetës që nëse synoj, jam njeri edhe unë sikur se ti apo tjetri, nëse mund me bëj e bëj edhe unë, kupton? Edhe biseduam, edhe ata ishin më të vjetër. Sa kohë keni marrë atë restoran? Tash 7 vjet. 7 vjet, a? 7 vjet. Kënë fjallin për të restoranin e parë? 6 vjet e gjys. Ato 6 e gjys e keni marrë? Po. Edhe ai ka qenë ushqim italian? Ai ka qenë ushqim grek. Ushqim grek. Fast food. Fast food. Ja. Tash këtu ku je, kjo është ushqim italian apo është edhe steakhouse? Italian edhe steak. Do më është si mix? Është mix, yes. Edhe është casual fine dining. Është kategori keti. Sa punëtor janë aty? 20 deri 25. 25 leta, po. Operacion i madh, a? Operacion, jashtëzakonisht i madh. O bat, ku do shkoj me anën i stekën? Në kaftu. Juftoj, jeni... Edhe, s'di se arëm ka thonë që e ta thojnë edhe publikisht, ta dim, do të me ika, gjithsesi do shkojmë edhe me Ervini, do vimi, e di që nga kështu të fajmë dërëjnë. Juftoj publikisht edhe tash. Gjithë unë tash edhe do të me mbajt fjallën, se të kumë thonë që sa ko po vime, pse pak larkësia për bot vetën, po në atë qytet, Fisnik njihesh edhe me strukturat politike të qytetit aty, që cilit edhe përshveç që vinë si të ftuar aty, ose vinë edhe thjesht për takimit e tyre të restoranit, ke kontribuar edhe ke bërë kështu charities që thojnë. Na flet për këtë. Qemi, unë thash që Kosovën e kam dhe shumë, e du edhe Kanadon shumë, edhe ndjem bërgjli ndaj gjitha tyne që kanë vdek në luftën e Kosovës, o si dëshmor, o si viktim. Edhe kam bërgjë edhe këti vendi që në dha shpres. Në një jetë të re, në dha një jetë të re. Edhe sot unë zotroj një biznes të mirë, po edhe kam mundësin me kontribu në këtë shtetë që sot jam krenar që i thëmë vetës shqiptarë kanadez. Edhe prandaj vendosat edhe në një person, arritja ma e madhe është kur ti një më ishtë tjetrit, kur kena orë në fillim, ndim s'kemi pas fort prej njerëzve, edhe di që ka dhe me thonë... Kur dikush të afron dorën. Kur dikush të afron dorën, edhe kur dikush ka nevojë të unë e kam shumë problem me mja këthy shpinën. Edhe prandaj kontriboj në charities, në... Po sa ka, se më ke thonë se e di që publikisht nuk i ke vendosë në Facebook, edhe ke folë për këtë punë, më ka interesu, ka lëllëj charities që atje ke participu, ke timu, sa ka atje në, se unë nuk e një qytetin atje në qatën? Sa ka... Organizata tila që ke ndimu? Po shkolla, në spital, jam edhe me Shriners, më shumë ti tani që bëj është me Shriners of Blenheim. Çka janë Shriners për publikën ta di? Shriners janë një organizatë e cila në gjithë Amerikën edhe në Kanadon kontribon për më shumë për spital, për njerëzit që si kanë mundësit me ushëru, për shembull në një distancë të lartë. Ne kemi spitalin e Montrealit, Shriners Hospital of Montreal. Në Amerikë ka më shumë. Në Kanada, në fakt, shëndetësia është falas në thojza. Po do specializime, për shembull, nëse është me shku në Montreal për eshtra apo diçka, ne i sponsorizojmë familjet për hotel, për udhëtim, nëse si kanë mundësit. Do marë, Shriners mirën vetëm me ndim njerëz të akomodojnë në spitale. Sigurisht. Do, ju kontriboni me rrethin e njerëzve të që është edhe në mënyrë individuale bëjmë shumë. Për shembull, nëse një fëmijë don me lu hokej edhe don sponsorizim, të paktën 3 fëmijë në vit i sponsorizojmë në atë aspekt. Që luajnë në ekipet e ndryshme të hokejit.
Tash për ata që se din, ato pajisit për hockey është shumë shtrejt. Shumë shtrejt. Edhe pastaj edhe tjetra, kur shkojnë takon ekipet, edhe ajo është një harxhim në vete. Shumë familja nuk kanë mundësi, për shembull, ta ndjekin ëndrrën, se kushton shtrejt. Do të thotë ju i sponsorizoni deri 3 fëmijë, familjeve ndryshme, kuptohet ata që janë në nevojë, ata që kanë mundësi me ble vetë dhe i bëjnë, që ta vazhdojnë ëndrrën e tyre. Sigurisht. Fisnik, pasha zotin, je kam feqen si shumë. Që shumë sene jam të i kuptua, se ti je shumë fjallë pak. E di që për natyrës je pak një tip më i tërhekun, nuk flet shumë, po i bën gjërat qetësi. Aty strukturat politike që janë, ata kërkojnë nga ty të angazhohesh ma shumë, kanë dëgju. Më ke thonë kështu? Po, më kanë kërku me u angazhu, për arsye se individualisht kontriboj edhe kur ka zgjedhje, nëse një kandidat më pëlqen, e mbështeti. Tash e tutje kam fillu bashkëpunim edhe me ACPAC, se di a ke dëgju Albanian Canadian Political Action Committee. Po. Jam pjesë edhe e grupit ACPAC. Na flet pak për ACPAC-un, Albanian Canadian Political Action Committee. Political Action Committee. Është një grup shqiptarës të cilët, me sa di unë, sa kam dëgju se i njot disa nga ta, të cilët mundohen që të angazhojnë sa ma shumë shqiptarë në politikën kanadese. Që unë i mbështes kuptimin edhe a i saludem që thojnë, një aplauz shumë i madh për gjithë grupin që mundohet, se kjo është në vetë një mision shumë fisnik. Sepse sa ma shumë shqiptarët avancone futen në politikën kanadeze, kanë mundësi që t'i ndihmojnë komunitetit tonë. Edhe unë kur e kam kuptu këtë nismë, që është, më duket është Rudin Dakli, Agim Tutulani, Lady Ago, kush tjetër është aty? Këta e njëf, vetëm këta e njëf. Është edhe një tjetër arsim, mos ka bofsha, për nuk këta 3 njëf. Po, edhe më duket Zoti Daga është aty, nëse s'gaboj. Po. Unë i përshëndes përzemërsisht dhe i uroj sukses edhe mbarësi në këtë emision, edhe di që ti angazhuar me ta, po qëllimi është në vetvete që të bëhet një kandidat për të ardhmen. Po, ashtu është. Matja e suksesit një shoqërie, ose një nacionaliteti, është se sa njerëz si me thonë shqip, se sa njerëz janë të kyçur në politikë, sa njerëz janë në shërbim publik. Edhe kjo është synimi jonë, që gjejmë kandidat, unë ëndër e kam pas edhe në t'jem kandidat, thëmë sinqerisht, ndoshta me një kohë caktume, mirët edhe ai vendim. Ta ardhme edhe ndodha. Edhe mund me ndodh, po edhe nëse ka njerëz tjerë që duhen të kyçen politikisht, kanë ëndra jo vetëm të jenë kandidat, po në çfarëdo sfere politike që ata duhen ta marrin, na jena me duar hapur i presim. Sepse zgjedhjet janë për shembull të komunale, si thonë këto municipality elections. Për asamblejës shqip që i thonë, edhe janë pastaj zgjedhjet e provinciale të provincës tonë atëherë, dhe janë zgjedhjet federale. Edhe unë mendoj që kushdo që mundet, kudo dhe pse nuk është e lehtë, kuptohet, po unë besoj që ky grupi do të filloj të gjej kandidat shqiptar, do jetë shumë më mirë për ne si kom këtu, si shqiptar kanadez, më mirë me thonë, që të përfaqësohemi sa më shumë jetën politike. Sigurisht. Është e domosdoshme, edhe thash, i mirëpresim gjithë ata që kanë pasion politikën të kyçen. Shqiptarët po forcohen, shqiptarët po ecin me hapa gjigant këtu në provincën tonë, po jo vetëm, edhe kjo më bën shumë të lumtur me të drejtën, nëse angazhimi im komunitar, siç e din ti, jam antar i bordit,
shoqata shqiptare kanadeze është një angazhim modest, po kushdo që angazhohet, unë e respektoj edhe unë e di që ti antar i bordit shoqatës shqiptare të Londonit. Po. Na flet për angazhimin tënd. Unë që spaku 10 vjetë, e ma shumë jam i angazhum gjdo sen që ka me të bo me shqiptar. Bile shukte me shpesh herë për buzën ka pak, më përqeshin. Nuk do të smojnë. Sigurisht, thojnë, ku të ka shqiptare gjenë flisin, a kuptan. Ku të mbledhen 3 shqiptarë, një për ty në kam me qenë edhe flisin. Tash jena taksiratliu në ti, kështu kena cef, qa me bo. Po, sigurisht, po ku do që ka shqiptarë, unë thash e du Shqiptarin shumë, e du Kosovën shumë, edhe jemi në Kanada, jemi largë, ata 99 në dhanë gjakun, është koha jonë me kontribu në mënyrat e tonë. Çfarë do mënyre që është? Që është shumë e letë se ato që e kanë bua ata. Është shumë e letë. Edhe shpresoj se shqiptarët në Kanada janë apolitik, edhe i lus që të angazhohen sa më shumë. Kemi shumë shqiptarë të zotë, si në financë, si në edukim, në çdo fushë e imagjinon, si në biznes e gjitha, kemi shumë shqiptarë të zotë. Shumë ka, shumë ka. Çdo ditë prej se kem ha podcastin me Ervinin, po ndëgjojmë njerëz dhe i ftore këto, ky figurë, kjo emër. Përveç i ka shumë intelektual tu, që kanë ardhur, sidomos nga Mëndodheu jonë i dashur, nga Shqipëria, po ka edhe biznesmen që këtu kanë arritur shumë. Janë kyçur shumë, kom dëgju që ka edhe profesor që janë për universitetet ndryshme, mos flas për mjekë, avokate këto. Por zotin kjo mu shumë bon krenar, kur e kujtoj vitin 99, ku jem kone, ku jem, është një shumë një hap i madh, shumë hap gjigant. Edhe ajo ma jep një ndjesit krenarismo. Një ndjen që edhe na mundemi, sepse ke marrë shumë shtypun. Sidomos na kur edhe nga lufta nga Kosova. Absolut s'kem ditë ku jem. Për një 50, unë shumë konë sikura e beba që i konë sy të pshil, dhe i se erdhë puna mi hapë sytë me kuptu ku jenë. Të e ditë që i merë këtu 3 dhe 50 mu këfil me arë, kur gjenë këtë vene, nuk është e ditë fillimi. Po, tash shoqata shqiptaro kanadeze, si quhet taman emrin se ka shoqata Londonit? Shoqata shqiptaro kanadeze Iliria e Londonit. Iliria, ashtu quhet e Londonit. Tash, kryetare është Afrodita Raka. Sa antari ka bordi? Sa antari ka bordi? Duket 9 jeni nëse s'gaboj. Nuk, tash të më zunë e ngosht. Do me gjeve amen. Do të me një. Bordin ekzekutiv janë 7, plus Afrodita, edhe jemi 2 në bordin e besimit. Një për ty në edhon. Pa. Tash, ju mini edhe me përveç organizimeve, normal që pavarësia e Shqipërisë edhe pavarësinë e Kosovës, ju keni marrë edhe, nëse s'gaboj, vitin e kaluar një event shumë suksesshëm, piknikun e futbollit. Ka qenë angazhim, nëse s'gaboj, me konsulatën e Republikës së Kosovës. E Zoti Daka i ka qenë. Zoti Daka, e vërtet. Nga që dhe shoqata jonë këtë vit, besë që do bëhet në Toronto, e po flitet që do të bëhet në Toronto, se gjdo vit të bëhet me që njëherë ka qenë Hamilton, pas ta Kishinen, London, tash do vi në Toronto. Si ka qenë angazhim aty? Si unë bajt? Unë s'ka mujt vi personalisht në atë kohë, po i kam po fotot. Ka qenë angazhimi më i mirë që e kemi pas gjatë mandatit tonë. Sa ishin gati 2000 vet ishin ndedhur? Jo, 2000. 500. është duk si 2000. O duket foto si 2000 vet për zotin, ha? Afër 500 njerëz kemi pas. Më i suksesshëm që e kemi bën ndonjëherë. Sa ekipe ka qenë aty? 13. 13 ekipe. Do bëjnë shqiptarë që kanë qenë jotën nga London, po kanë qenë dhe qytete tjera. Montreali ka qenë më i largëti. Edhe nga Montreali jo. Montreali kemi pas një ekip, po. Shqiptarët mujna më bë bashkë. Po dhe duhet më bë, edhe mujna edhe duhet. Edhe bëhemi bashkë. Edhe bëhemi kur duhet. S'duhet më ndalë. Sigurisht. Duhet bëjmë sa ma shumë zhurëm. Unë po shpresoj që ekipet tona kombëtare të
kualifikohen, bas ti e kështu që si Inter Milanat, qa jeti? So s'jam I futbollit shumë. Ku jena na me futbolla? Do futemi në World Cup apo shpresoj nuk dihet ende qa do ndodh. Playoffs. Andra ime shumë e thjesht edhe çdo shqiptarit që edhe Shqipëria dhe Kosova të kualifikohen, na vinë këtu, se mbahet në Meksik, në Amerikë dhe në Kanadë. Domthon, po shpresoj që dyat kualifikohen edhe lojën aty në Toronto. Tash vjen keq për shqiptarët e Amerikës, New York, atje ose qytete e tjera, po edhe do ta kallin komplet. Shpresojmë. Edhe ne mundohemi ta bëjmë këtë piknikun, turnirin e futbollit me shoqatën tonë. Besoj që do kontaktojmë shoqata me shoqatën e Iliria të Londonit, na t'i ndajnë eksperiencat me ne, se si do bëjmë, si do jetë angazhimi më I mirë, po dëshira më e madhe është që të bëhet në atë kohë nëse kualifikohen kombëtarët tona që të vinë ata të luajnë. Unë bat s'di me lujt veç te porta muj me nejt. Po mos gjuni topa kështu shumë se si që është Ervin e kem. Milana, po cili ishte ekipi, Ervin? Inter Milan. Ke dojtë ekip preferum, Fisnik? Jo, dhe ti si puna jema. Unë I shok kështu ndonjëherë, po nuk jam shumë. Po planet e shoqatës Fisnik, Iliria në London, qa planesh ka për këtë vit? Po këtë vetë se pëmbyllim, në mars apo në maj mandati jonë përfundon. Po. Qëllimi jonë ka qenë që me bashku sa ma shumë njerëz, si qëto shoqat e jona, me angazhu bashko në bas tonë. Edhe rinin tonë. Edhe rinin tonë, kemi ba gjana edhe për rinin me I bashku. Është një fatkeqësi të them drejtën, që rinia jonë nuk e di punën në Toronto si keni punë, po rinia jonë nuk e di as si jemi të ditë mi shërby në garda e vjetër, apo thjesht nuk angazhohen. Nuk angazhohen edhe është një hendek mes gjeneratave tona, sidomos gjeneratës teme edhe rinis, është shumë e vërtet. Ata janë, një pjesë e tyre janë të lindur të rritën këtu, një pjesë janë shumë si fëmijë, po problemi është që du ta gjejmë një mënyrë që krijohet diçka për bashkët. Edhe bile sot në mbledhje biseduam edhe këtë punë tek shoqata jonë. Është diçka që duhet të bëhet, të mundohemi ta gjejmë mënyrën se ata ka një logjik tjetër. Po edhe unë kam bindjen që është një shtres e popullsisë tonë që s'kemi arrit edhe mja njoft as psikologjinë, as filozofinë. A kupton? Na që kena ardhur pak ma të pjekun këtu, a kupton, edhe pse I kam pas 10 vjet. 10 vjeçarët që kanë ardhur këtu të Kosovës, provoja jem është që nuk janë kanë 10 vjeçar, ata janë kanë 15 e ma shumë. Jemi pjek shumë ma herët. Jo veç shumica e jonë. Po generatat e 10 vjeç e më poshtë, jam I bindur që kanë ngecë pak. Edhe në përfaqësim, po edhe nuk I njohim mirë. Nuk ja dim përjetimin e tyne ose rrugtimin e tyne në Kanadë. Që besoj kanë njerë që edhe ata e kanë pas shumë vështirë. A kupton? Kështu që unë besoj që do të me gjetë një mënyrë në garda e vjetër ta quajmë komunikimin me ta, edhe mi kuptu edhe nevojat e tyre. Ta hapin derën e bashkëpunimit, sepse është shumë e rëndësishme dhe ka shumë nga ata që studiojnë për universitete ndryshme, bile janë disa organizata studentëve, nëse s'gabojnë Kitchener është një. Po pastaj është një organizatë studentëve këtu në York University, që është një universitet I Torontos. Po na duhet më shumë angazhim. Gjithë neve që ta krijojmë ndjesin, ta njohim njëri tjetrin më shumë, të kemë kauzën për qa po bashkohemi, çka po mundohemi të bëjmë, sepse këtu jeton shumë nxanë Fisnik, së qytetit, njerëz punojnë edhe distancat janë shumë të mëdha edhe humb.
Humbë vjen do njerë që më zhdukesh 2-3 vjetë, s'dihet ku je, qa bot, je i involvu në jetën tonë. Po, unë mendoj pak duhet një extra effort, një mundësi që të bëjmë diçka më shumë. Ka plot diskutime që po ndodhin, që të afrohet rinia më shumë. Sepse nëse ne i kem angazhimin tonë deri diku, po vjen një moment që ata nuk i kem brapa për çka ky angazhim. Atë menim, njëtin menim e kam edhe unë këtë Gjemi. Duhet të shtëpia shqiptarit, unë po flas gjithmonë, duhet mobilizim sa më i madh nga gjithë shqiptarët kudo që janë. Ja kem bosh fëmijëve tanë. Ka mbi 2400 biznese vetëm në Toronto me rrethim. Po deri atje në fund Windsor ka mundësi e kalon 3500, ama shumë. Edhe janë biznese shumë suksesshme. Unë mendoj me një organizim si duhet, edhe me një transparencë që dihen gjëra se çfarë do ndodh, unë mendoj që mund mja dalë. Unë e kam ëndra shpirtin shqiptar, me thonë drejtën, e shoh si një strumbollar ku gjithë shqiptarët e gjitha trevave cilën. Pa marrë parasysh dallim fe, krahine, s'prish pune, ke folë shqipti, je i lindur këtu, ose je në Maqedonia, në Malëzia, ku do që i ke qenë, je arbresh. Mos las mu për Shqipëri e Kosovë, që të afrohesh aty edhe ajo do ishte mirë për ne. Sigurisht. Dhe në Gjemi që gardiant e kombit tonë gjithherë kanë jetu jashtë. Po. Na duhet mi pregadit gardiant e ri. E ri. A kupton? Ne nëse unë e te edhe garda e vjetër jemi të punu. Po nëse si pregadit me generatat e reja, me pas në qëllim par kombin ton, nuk s'besoj që i kemi punë të mirë në këtë aspekt. Jo, kështu që na duhet definitivisht jo vetëm angazhim, po angazhim urgent, me gjithë mënyrën, mi angazhu, mi frymëzu, edhe mi tregu që na e dim që jo ekziston edhe jeni të vlefshëm, a kupton se shpesh herë menoj që i kemi injoru. Ose s'kem ditë një afru, unë ma shumë është e nuk është e qëllimshëm që i kemi injoru, unë menoj që nuk kem ditë si një afru. Sepse ata janë të rritën këtu dhe nuk kanë faj, janë kanadez. U din të rritë këtu, fëmija u shkon shkollë, tash ne jama 99, kush ka din vitin 2000 ka 25 vjetë për 26 vjetë. A i ka përfundu fakultet është. Ja marrë shembull Ina Xhoxhën, që ka qenë këtu një intervistë dhe në folë për Marlis Got Talent. Thot, kur fillon para 12-13 vjetë, ato t'ju rritash, ato fëmijë në bogë, tash po vinë me universitetet përfundume, kanë fillu punë, vinë të njerë, tha, shumë shpejt për ecë koha. Edhe këto, unë mendoj që ne nuk i kuptojmë ato. Nuk e kuptojmë, nga që ne nuk jem të lindur të rritën këtu, s'paku flasë për vete, ne ende me atë programin e vjetër jenë, softverin nga atje dhe në fillim të ashta s'kem dikur i kem refuzu integrimin, dikur duhet me ba, do më kem kalu në për një rrugtim çuditshëm, kurse ata nuk e kanë ato. Po, nëse ndodh kjo ardhja kombëtarëve tona këtu, do t'jetë një boost i madh për ne. Edhe sidomos për gjenatat e reja, po ajo shtëpia shqiptare fisnik. E di që edhe ti je angazhuar edhe plot shoqata tjera që po mundohemi ta bëjmë. Mos deksha pa. Shpresoj që ja dalëm. Po shpresoj shumë. Mirë, fisnik, kthena pak te Kosova si fëmijë. Si e kujton ti atë kohë Kosovën? Si e kujtoj? E marr mend edhe luftën. E marr mend luftën. Ka qenë vështirë. Ta tregoj një rast, për shembull, kam shumë raste, po 1-2 t'i jap tani. Jam prej Ferizaj, edhe jam vlezit Gërvalla që është në cepin me një cep Ferizajt, edhe dajti kam në cepin tjetër, edhe për me shku të ta është dasht mira qendrës qytetit, se kam fillu edhe emrat mi arru. Edhe ishte 98 diku, edhe shku me nanën të
të dajt, edhe I dëgjojsha broritjet e protestuesve në atë kohë në qendër të Ferizajt, protestojshin. Kjo ka ndodhur pas masakrës të familjes Jashari. Po, ishte viti 98. 98. Edhe shkum të dajt nejtëm tezja në qaj mu edhe një dalë dajës me ble limona për qaj. Edhe shkova në dhaj në vetë shërbim që I thëshëm. Edhe plejtëm limona, dollëm prej shitore. Unë ja jep limonat ati ndori, thash beteme ka emrinaj sot jeton në Gjermani, e përshëndes. I tham ati, ja merri limonat qëjtë e shpija, se ti ke lind me qu limona në shpe, unë kam lind me shku atje në proteste, kam fjalla. Edhe kam pas atë bindjen që në fëmiri. Edhe I filloj me qaj, kanë me të vrat, ashtë letëm vrajnë, e kam... Edhe ika shkova në protesta. Edhe, e kam pas këtë bindje, këtë dashuri për Kosovën. Edhe... Po, ty dhem pak që tu ka ndërpreja jo, si e rrit ma shumë atje, si e shkollu atje. E ndin këtë munges, E ndjej, se s'kam pas qef kur me lanë. Edhe deri në 2004 atë mjegullin që e fole, kur kemi rënë këto prej 99 deri në 2004 për mu është mjegull. E kam mu rejt jetën këto. Nuk kam mujt me gjithë vetën. Ndoshta edhe presioni I madh, nuk e di. Po edhe këtë qef mi, normal. Po edhe kam qef mi edhe... Se ke dasht, Se kam dasht. Kam menu më këthy, qëto herë. Po tasha, shkon vizit fisnik ati? Kove të fundit jo fort të drejtën, jam të jeti ngarku me punë. Po dhe që keni familja atje, do më shpine kemi? Shpine kemi, po. Shpine kemi. Kam shku, kur e kam taku nusën, kam shku 3 herë në vjetë, tash I shkoj 1 herë në 5 vjetë. Shpresoj me shku ma shpesh. Po jeta këto shumë. Shumë. Po jam në shërbim të kombit çdo herë që ti din mirë. E di. Çdo herë që ka një thirrje, unë jam ato. Unë du me qenë një temë. Unë du me të falenderu publikisht për ndimen që I ke bë podcastit tonë. Edhe ke qenë një ndërpart që ta kam tregu idenë, edhe je ke qenë bështetës dhe ke thonë po Gjemi, let's do it, është ide e mirë, mos ju ndalë, ke besu edhe në mu, kështu që I shfrytëzoj rastin publikisht, së bashku me Ervinit, të falenderojmë publikisht atë din gjithë tjere, që je një ndër ata që na ke ndihmu, që ky podcast sot është po ndodh, edhe normal, bac nuk e këntirë, që na kanë ndihmu, atë është ta kemi ndihë, se kam dhe ata sponsor tjerë, s'po vibë, thojnë, po I ko bun një naratë, se thojnë që kanë medalë aty, po unë e kam insistu ti marrë këtu, sepse unë e di që edhe tregimi jot jetës është shumë interesant, po edhe angazhimi jot komunitar është shumë I mirë, sidomos angazhimin që po bëhet me partit politike atje në vendin ku jeti, me gjitha ato që jeti. Edhe kjo është diçka që duhet tregohet edhe duhet bëhet, po e di që befasi tjera duhet ketë nga ty, shumë shpejt. E di që s'po do me folë shumë, dhe të gjeni tha mos u gëtë shumë nga tonë, e po monona me s'me I me të pytë se, po une besoj që me angazhimin me AC Pakun, do të ketë mundësi që ndodhë edhe ne kandidat shqiptar të bëjë. Tash partia politike varet ku qyshtek, ne shqiptarë gjithmonë du t'jenë mirë edhe me të bardh edhe me të kuqt. Na jena, AC PAC është bipartisan. Bipartisan, ajo. Po, a ekziston duket, nëse s'gaboj, grupi I mirësis I shqiptara kanadeze I deputetve? Po. Duket aty është një edhe liberal edhe një... Ka prej të dyja. Prej të dyja. Një prej tyre është edhe deputeti cilën e përfaqëson EDA tonën në Chatham Kent Leamington, është Dave Epp. Edhe ajo është pjesë. Është pjesë. Ajo është nga partia konservatore. Po. Ndërsa edhe këtu duket nëse s'gaboj është ky Ivan Baker. Ky është nga partia liberale. Sigurisht. Edhe I falenderojmë të dytë. Gjithsesi na jena bipartisan sepse në fundit politika vazhdon, këtu gjithmonë, po këtu politika është në tjetër në nivel më ndryshe. Kuptohet, po ne I përshëndesim dhe I falenderojmë që
Unë besoj që do filloj të kemë të ftuar, do ishte knatësi që ti kemë këta spaku që të na folin për këtë mitësim. Sigurisht. Edhe kjo është shumë e mirë për komunitetin tonë. Jemi komuniteti fort. Nuk ja dim fuqinë vetë vetës. Po si ja dim fuqinë vetës. Unë mendoj këtu jena me një faramullie që se bashkë kem shumë të fort. Po jemi mësu të jetën të për shkakun ke kriju od, po na gjenerata jonë noda tona as të dera as kem guxuar ula, kupton? Kështu që nuk jemi vlerësu kur, edhe besoj që kemi atë filozofi ose atë mendim hala që nuk jemi të vlefshëm apo të rëndësishëm. Po mirë, jemi shumë komunitet. Si me arrit na që me kuptu që jemi ma të forë se që e di. Se unë e besoj këto se... Një për tyne është kjo oda jote. Është një mundësi me frymëzu shqiptarët, me informu shqiptarët, që me të vërtet jemi të rëndësishëm si komunitet këtu në Kanada. Jem një prej kontributorëve më të mëdhaj kur vje puna për biznes. Për kokë banore si emigrant, shqiptarët më shumë të kanë bizneset vogla. Kështu që biznesi i vogël është... Këto statistika i din. Do më sistemi i din. Sistemi i din, për ne nuk i dim. Ne si shqiptar nuk i dim që jemi të vlerësum prej shoqërisë kanadeze, prej politikës, prej çdo ministrie për shembull. Unë i drejt kur vini vendet tona janë shumë, do të thashë edhe mirësjellja jonë, mikpritja jonë është shumë e shejtë, mënyra si i presim, po ndihen shumë edhe në Windsor kur ishim për 28 nëntorin, kishte plot members of parliament, që i thonë deputet federal, u habita me thonë drejtë. Windsor është shoqatë e re, ato bën nam të madh. Shumë ato bën. Orani është të punu me të madh atje dhe përshëndesim Orani dhe gjithë grupin e tij. Ka bërë lëvizje të mira shumë. Edhe një gjë që se kom ditë ason nuk e dija, e ke ditë apo jo, ka shumë biznese shqiptare në Windsor. Po ma tha Orani. Shqiptarët janë shumë të suksesshëm në atë region. Edhe shpresoj që na mojna me shfrytzu rastin, me frymëzu një prej tyre të angazhohet më shumë. Që të futet edhe në politikë. Po të futet ose në politikë, ose neve na duhet më kanë më të angazhu. Jemi një shoqëri shumë qetë në Kanada. Nuk jemi të angazhu as për comfort, pas për... Sa duhet. Ose, ma mirë me thonë, sa ke mundësin edhe fuqin. Se ndonjëherë tjetri duhet edhe me besu vete. Nashta individualisht ne e dim që jena mirë. Po ndonjëherë nuk e shohim sa është fuqia jonë, se unë mendoj që ndikon edhe lufta politike që është shumë e të mëshme në Shqipëri e Kosovë, që nuk du të futem andej, po është diçka që ndikon, mendoj, negativisht. Por unë për vete me Ervinin keme dos t'japim një zë komunitetit tonë, sa ma shumë gjdo kujt edhe gjdo kush që punon pak për komunitetin, ne e vlerësojmë skajshmërisht. Për neve në theks është aktivisti komunitar, vullnetari. Ti di që ku ha shumë e shetë këtu. Ndanë kohë nga familje që të kontribuash. Edhe unë i vlerësoj pa mos gjithë ata antarë shoqatave nga Windsor, London, Kitchener, Hamilton, Toronto, Ottawa, Montreal, që pesa në Halifax dhe në qytetet tjera, Kanadas, Vancouver, në Edmonton, që paka shumë që i botë, e di që dikush mund në pa hajde se botë nomin dhe ju pe festoni një 28 nëntor. Po mirë, po dikush do të me festu ato. Sigurisht. E kuptoj që na muj me bo ma shumë, e po mundomi me bo, po s'pako mos t'i harron do. Të shtohet angazhimi. Kjo është qëllimi jem, mi bind shqiptar që po mënyrë individualisht kemi një jetë shumë të mirë në Kanada. Po për me përfitu individualisht
ka pas një sakrificë që është bë. Sidomos për shqiptarët që kemi ardhur këtu me shumicë nga Kosova. Kupton? Është bën një sakrificë, na s'bën asë se me harru. Pa marrë parasysh a ki lind mas 99-s në Kanada. Unë besoj që ne duhet me pas një bindje që i kemi bërgjë dikujt. A kupton? Ndoshta është vetëm që kam përjetu luftën ndryshe apo ku ta di, po i kemi bërgjë atyne që kanë sakrifiku që sot na me pas një jetë më të mirë. Edhe duhet me pagu një mënyrë apo tjetër, me shpagu në fakt. E ajo po me angazhimin. Edhe është shumë e lehtë se ata që kanë bërë për ne. Sigurisht. Kështu që i kisha lutë këtë shqiptar që ja kemi bërgjë. Mos të zhdukemi në Kanada. Kupton? Të jemi krenar që i po individualisht kemi arrit, po e kena një shpagim për me bë për ata që kanë sakrifikuar. Që të bëhet kjo lidhje me brezat e ri. Sigurisht. Që si thojnë anglisht, atë stafetën të dorëzojnë të gjenata e re. Po. Që të bëhet a ndjesia nga vinë, kush jem. Shumë rëndësi. Tjetra, e di shumë mirë ke Fisnik, duhet bë më shumë. Pajtohem edhe ka mundësi me boshi. Shqiptarët janë shumë atë fort edhe janë shumë atë suksesshëm, se që ndonjëherë e dim. Po, unë du me të pyet edhe një temë tjetër. Edhe po du mu kthy pranë Kosovë. Po. Ti tha ke jetu në Ferizaj. Po ju jeni me prejardhe nga zona e Lipjanit, nëse s'ka bëj. Jo, jemi Si? Nga Gjilani. Nga Gjilani. Nga Gjilani. Teknikisht jem nga Leskovci. Ju jeni tikurit e Toplicës, nga viti 1878, kur u bo pastrimi etnik i Toplicës, që është aja pjesa nga Vranja deri te Nishi. Po, edhe është histori e gjatë, por kemi përfundu në Slakovc të Gjilanit. Edhe në vitin 75 kemi zbrit në Ferizaj. Po aty gjyshja të regon ty ku që kanar, ku që është e këdin histori ma shumë për atë punë? E di historinë shumë mirë. Kanë ikë, familja jonë fillimisht kanë ikë në Turqi, se në atë ko kanë besu që kemi pas vlla turkën, kështu është tregimi i familjes tem. Po, normal, ashtu është proklamu në atë ko. Në atë ko. Kanë ikë prej Serbe edhe kanë ikë në Izmir. Kur kanë ikë atë, qëfar vitit? 1887 në atë ko, 78? 1878 ka qenë ajo, do morë kur është bajt kongresi i Berlinit, ka ndodhe dyndja, do të spastrimi etnik. Në atë ko një pjesë e familjes ka ikë Turqi. Shumica kanë ikë Turqi, një pjesë e madhe. Edhe kanë vdekë po thuja 8, përveç stërgjyshës me babgjyshin tim edhe me motrën e tij. Ata ishin fëmijë 4-5 vjeç. A kupton? E kishin stërgjyshi para se të vdes, i thot një shkodrani që mi qanë familjen se këto s'kam bjetes në Turqi ku ishin, nuk e dija uje ashka. Na thonë që janë helmu për ujet. Edhe a i shkodrani i qanë deri në Slakovc. I kthen stërgjyshën me babgjyshin tim edhe motrën e tij. Edhe kështu tani fillon, babgjyshi më rritet, martohet, ketë babën tim me gjithsej 7 djem edhe një vajzë. Po, ajo pjesa tjetër familjes do të nuk dihet. Nuk dihet. Një kohë jam kanë shumë interesu, kur ishte ajo emisioni Njerëz të humbur, jemi pas interesu, për me gjetë një lidhje s'kem arrit kur. Do më nuk di a ka shpëtu dikush atje tjetër dhe në i degë familjes, apo jenë asimiluta? Jenë asimiluta, po edhe nuk e dim. Nuk e dim, ha. Tash, e kushëri tjerë ka, apo vetëm kjo puna e gjyshitot ka mbet?
Konjuft s'ka, po janë Shkepur, gjithare. Shkepur. Print, so baba jem e vllaznin e vet, edhe ata e kanë pas një rrugtim të rëndë se print I kanë ndek herët. Edhe atyne, so e kanë rrit njëri tjetrin për afërsisht. Kështu që nuk kanë pas ndaj afërsi me rrethin. Po a din nga to plica, nga cili vend nga qenë? Konjufca. Është fshat Konjufca, po. Fshat Konjufca. Wow. Ja. Edhe masi që jepe Lazge dhe ti, qëllimin tem e kam pas me bë mbi emrin Konjufca Preveza, kupton që mi lidh. Konjufca Preveza. Mi lidh. Mirë kish me qenë. Po. Fisnik, falenderoj shumë. Falenderoj shumë për gjitha. Vjen mirë shumë që erdhe, gjete kohë pse sot ka qenë një ditë kohë shumë e keqe me bërë me këto, po Fisnikit mos I thuj, s'ban, s'monër se nisët Fisniki. Sigurisht. Fisniki unë, subine, e vini tha, këtë kohë, e sigur të se do vi bas, është përso po marë. Unë të falenderoj që e ke sjellë edhe, si thoi në Boxhonakun ose Kunati këtu, që është një shikus I mirë I Odës, ma keni thënë, e falenderoj publikisht, po unë të falenderoj për gjithë aty, edhe ne do jemi prap kontakt, edhe besoj që shoqata tona do komunikojnë, do punojnë ma shumë që ta qesim një gur, një modeste, një gur kalan tonë. Po. Dhe sa ta bojmë atë shpirë shqiptarit. Të falenderoj për zemërsisht. Ishte knaci, faleminderit edhe për teje, edhe shpresoj që ja arrit ato që ki pas synem para vetës. Faleminderit shumë, respekt,